Përse e kujtojmë Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të? Së katërti, me përmendjen e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, ne sqarojmë rrugën tonë dhe medresen tonë, e cila është medreseja e Ehli Bejtit të pastër e profetit Muhammed. Paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kjo është medrese gjithëpërfshirëse për të gjitha shtresat, medhebet, tarikatet dhe grupet. Është medreseja më e pasur me dije e njohuri islame. Medreseja e Ehli Bejtit është streja e bashkimit, e vllazërimit, e unitetit dhe e vlerave të larta morale dhe humane. Ajo është anija e shpëtimit për të gjithë muslimanët, madje edhe për të gjithë njerëzimin. Së pesti, ne përmendim Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të, dhe Ashuren për ta ruajtur nga humbja dhe nga falsifikimi prej duarve, mendjeve dhe gjuhëve dashakeqëse. Po të mos ishin këto ceremoni të përvitshme që organizohen për të kujtuar Imam Husejnin, jo vetëm që do të mohojë nga shumë kundërshtar, por do të fshihej dhe do të harrojë si ngjarje. Së gjashti, ne e kujtojmë Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të, sepse zbatojmë porosinë e Kuranit. Kush i madhëron simbolet e Allahut, ajo është prej devotshmërisë së zemrave. Padyshim që Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, është prej simboleve të Allahut, sepse ai jetoi për Allahun dhe u martirizua për të mbrojtur fenë e Allahut.